Pas incidentit të shëmtuar midis Jozit dhe Gjistit, reagon Loredana Brati pas prajmit, edhe Xheneta Fetau ka 2 fjalë për situatën. Incidenti midis Jozit dhe Gjistit, ku Jozi e goditi aq fuqi sa kishte Gjistin, duke shkaktuar edhe një traumë të madhe, ka bërë që i gjithë publiku të jetë në përkrajet e Gjistit. Incidenti i rënd është mbyllur teksa Jozi është shoqëruar në stacionin e policisë, ku pritet një dënim nga gjob deri në 2 vite burg. Mirë po një reagim si shpritej ka ardhur edhe nga Loredana Brati, por edhe Xheneta Fetau. Në komentet e bëra si dhe në mesazhet e marra, ndaj dyshës kanë ardhur tepër mesazhe negative, teksa duket se Loredana ka reaguar edhe një herë pas prajmit, pasi edhe në prajm shprehu keqardhjen dhe u distancua nga veprimi i Jozit. Në Instagramin e saj ajo shkrua një mesazh të sinqertë. Ajo që ndodhi brenda shtëpisë në momentin e largimit është një veprim individual. Loredana nuk ka asnjë lidhje me atë sjellje dhe asnjëherë nuk do ta aprovoj diçka të tillë. Ju lutem mos e ngatroni emrin e Loredanës në diçka që nuk e përfaqëson as pak atë si njeri. Faleminderit. Ka qenë reagimi i familjes së Loredanës pas mbarimit të prajmit. E duket se jo vetëm kaq, por edhe Xheneta Fetau, e cila ka qenë gjatë gjithë kohës kundra Gjistit, në këtë moment është solidarizuar me banorin, teksa ka dalë kundër dhunës u ushtruar nga Jozi, duke thënë: "Dhuna nuk është zgjidhje, asnjë arsye nuk e justifikon dhunën, as në familje, as në rrugë, as në internet. Respekt, dëgjo, fol me mirësi, stop dhunues, respekt." Ka shkruar ajo duke dalë edhe kundër Jozit, me të cilin duhet theksuar që pas daljes së parë ka pasur një miqësi tepër të afërt.